Jeni lodh nga bartja e syzeve dhe lenteve të kontaktit. Zgjidhja jonë për ju është kjo. E para është që të bëhet një kontroll e syve, gjithë ata që kanë syze ose bartin lente të kontaktit, por edhe ata që kanë probleme me të pomur, por nuk mbajnë as syze apo lente, gjithsesi duhet të jetë një kontroll e parë e syve. Nëse vendosim që të largojmë syzet, të largojmë lentet e kontaktit, gjithsesi duhet të plotësohen 3 kritere që neve na duhet që të vendosim për atë pacient se a ka mundësi të bëhet intervenimi laserik për korrigjim refraktiv apo jo. Gjithsesi, duhet të jetë mbi moshën 18 vjeç, duhet të përmbushën kriteret shumë strikte që ne të vendosim se ai pacient i plotëson apo jo që të mund ta largojmë djot. Ne në klinikën gjermane të syve kemi aparaturën më të re për korrigjimin refraktiv. Është laseri Teneo, që është prodhim gjerman, që ka lehtësuar shumë qasjen, mënyrën e korrigjimit, pastaj rehabilitimit të pacientit dhe është pa që brenda sekondave largohet dhe pacienti pastaj është shumë i kënaqur.